situatën në Shqipëri, tash ne vinte kjo pikë që përmbarimin ndërkombëtar do t'i marrë ato lekë se s'bën sepse ata identifikojnë së pari depozitat e shtetit shqiptar, por dhe pagat e diplomatëve, çfarë ka lekë në për Europë, depozita, ai legjitimohet me këtë vendim dhe ai ka filluar ekzekutimin siç u thash, vendimi shkallës parash me ekzekutim të menjëhershëm. Pra nuk nuk e ka lënë shteg apelit për të ndërprerë ekzekutimin apo për ta pezulluar për më tepër, që apeli lan fuqi. Ajo që kërcet fort kësaj radhe është fakti se në një shtet normal, një kryeminist i cili për vetëm me vullnetin e tij dhe për dëshirën e tij vepron në një mënyrë tillë duke i shkaktuar shtetit shqiptar 110 milion euro dëm, ai nuk ka përgjegjësi morale apo administrative vetëm, ai ka përgjegjësi penale, ka shpërdorim të pastër të detyrës, sepse të kryesh një procedurë me urdhër politik apo administrativ, quajeni si doni, dhe nga ky veprim i joti i vi shtetit një dëm i tillë 110 milion euro, që është një shumë e madhe për këtë shtet, pavarësisht se shumat e përvetësuara nga kjo qeveri janë akoma më të mëdha, edhe duke i shtuar këtu edhe çështje të tjera siç po dalin, që nga llogaraja, generatorët e tjerë, të gjitha ato aferat, të cilat janë miliona euro që i ikin Shqipërisë dhe nuk ndalen. Disa me favorizime të investitorëve të panjohur, disa me tendera fiktiv të paracaktuar, disa me urdhra edhe me arbitraritet, dhe përfundimisht ne vim këtu. Sigurisht që Shqipëria ka një rekord negativ në gjykatën ndërkombëtare dhe kjo është një tjetër tregues për nivelin e sistemit të drejtësisë në Shqipëri, se nuk kemi vetëm këtë që ky dënon beketin këtu dhe në gjykatën ndërkombëtare humbet, sepse kjo është absurde. Pra një person i cili është penalisht përgjegjës në Shqipëri, e kupton, ky fiton nga gjyqet në arbitrazh, sepse elementi faj, si në çështjet penale dhe çështjet civile, determinon vendimarrjen, sepse nëse kemi të bëjmë me një hajdut, po themi, me një vjedhës të fondeve, me një manipulator, me një shkelës ligji huaj apo shqiptar, e kupton, nëse ai është fajtor në listë brenda Shqipërisë, sigurisht që ai duke vepruar në këtë mënyrë shteti shqiptar dhe kishte të gjitha mundësitë që në gjykatën e arbitrazhit i shpjegonte që ky nuk ishte një investitor, po ishte një shkelës, një përvetësues i pasurisë së Shqipërisë, dhe sigurisht që gjykata e arbitrazhit ndërkombëtar do t'i merrte në konsiderat këto akte. Por sigurisht ata e kanë parë procedurën dhe nuk gjykatat ndërkombëtare në përgjithësi nuk ecin me propagandën që bën Tirana, qeveria e Tiranës. Sigurisht ata veprojnë në bazë të ligjit, dhe kjo është për të ardhur keq. Kjo është një çështje e cila ka bërë bujë, po sa të tjera janë, e kupton, që shteti shqiptar në Strasburg merrni vetëm këtë tregues, nëse i hyni një investigimi, shikoni se sa milion euro është i detyruar shteti shqiptar për shkak të procedurave të paligjshme, është detyruar t'i kthej shtetasve shqiptar, e kupton, në shkeljet ligjit, dhe gjithë zyrtarë që firmosin në lidhje me këto vendime të humbura në gjykatën e Strasburgut, po që ngarkojnë buxhetin e shtetit shqiptar, taksa paguesit shqiptar, të gjithë zyrtarë i kanë për zyra që firmosin sot e kësaj dite për të krijuar nesër gropa të tjera të mëdha për të varfëruar Shqipërinë në një mënyrë të pallogaritshme. E qartë, po, zoti Gjokutaj, në raport me këtë çështje, kryeministri Edi Rama ka patur një lloj, nëse mund ta cilësoj si tillë, një indiferentizëm të jashtëzakonshëm, edhe kur është shpyetur nga ana e gazetarëve, është munduar që ta mënjanojë si përgjigje, nuk ka dhënë kurrë një shpjegim konkret në lidhje edhe me çurinë e këtyre çështjeve që ai i ka çuar tashmë edhe në shkalla më të lartë gjyqësore. Pse mendoni që ka mbajtur këtë qendrim kryeministri Rama? Po shikoni, kryeministri Rama shfaqet gjithmonë fitimtar. Në këtë rast e shikoj atje në atë gjitha gjyqet, gjitha seancat e hedhin tutje